Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Më ndihmoni, momente tensioni për moderatorin e njohur përfundon në spital. Showgirli i njohur Belen Rodriguez ka lënë spitalin në Milano pasi u shtrua pas një alarmi që mobilizoi policin, ambulancën dhe zjarfiksit në zemër të qytetit. Sipas zyrës së shtypit të spitalit, 41 vjeçaria është në gjendje të mirë shëndetësore dhe është liruar pas vlerësimeve mjekësore. Ngjarja ka ndodhur në mëngjesin e të hënës më datë 25 maj, rreth orës 7, në një ndërtesë elegante Pescace në lagjen Brera të Milanos. Sipas mediave italiane, një fëmijë ka dëgjuar britmat e një gruaje që vinin nga apartamenti i Belenit. Më ndihmoni. Thuhet se është dëgjuar për disa minuta nga dritarja e banjës së saj, çka ka shtyr banorët të njoftojnë menjëherë numrin e emergjencës 112. Pas alarmit në vendngjarje mbritën 2 patrulla policie nga komisariati Garibaldi, një ambulancë dhe zjarfiksi, duke krijuar edhe bllokim trafiku në rrugën e ngushtë ku ndodhet banesa. Forcat e rendit bllokuan hyrjen për automjetet dhe krijuan një korridor emergjence, ndërsa raportohet se pati një negociat rreth 3 orësh me Belenin, e cila vendosi të hapte derën vetëm kur zjarfiksit po përgatiteshin të hynin me forcë. Burime nga vendngjarja kanë bërë me dije se showgirli dukej në një gjendje të rënduar fizike dhe emocionale. Pas ndërhyrjes së mjekëve, ajo u transportua drejt spitalit me kodë të verdhë për kontrolle dhe vlerësim të mëtejshëm. Fatmirësisht, pas trajtimit Belen është liruar dhe gjendja e saj është përshkruar si e stabilizuar. Por kjo nuk është e vetmja ngjarje që ka vendosur emrin e saj në qendër të lajmeve ditët e fundit. Sipas raportimeve, 2 dëshmimtarë kanë deklaruar në polici se e kanë parë Belen duke drejtuar një automjet i cili dyshohet se është përfshirë në 2 aksidente të ndara gjatë mbrëmjes së të shtunës. Aksidenti i parë raportohet të ketë ndodhur rreth orës 19:30 në Via Melzi, pranë Arco della Pace, ku automjeti dyshohet se ka goditur pasqyrë në një makine të parkuar. Pak minuta më vonë, rreth 2 kilometra më larg në Via San Marco në zonën e Breras, i njëjti automjet thuhet se ka goditur një motociklet dhe 3 automjete të tjera të parkuara. Fatmirësisht, në të 2 rastet nuk raportohet për persona të lënduar. Megjithatë, sipas dëshmimtarëve, drejtuesi i mjetit nuk është ndalur për të dhënë të dhënat e nevojshme dhe ka vijuar lëvizjen. 2 persona pretendohet se e kanë identifikuar Belenin në timon dhe kanë realizuar edhe fotografi. Aktualisht, policia lokale po heton për të identifikuar pronarin e mjetit, i cili rezulton i lidhur me një kompani, si dhe për të verifikuar kush e drejtonte automjetin në momentin e incidenteve. Ndërkohë, emri i Belen Rodriguez vijon të jetë në qendër të vëmendjes mediatike në Itali.